Shumë e drejt pyetja Ervin, dhe për atë pjesën e parë që the për fat mirë apo të keq nuk e di, po drejt kisha unë. Ja, sepse në ato raste ti del për të bërë një protestë. Asgjë nuk është apolitike në Shqipëri, asgjë. Ne që nga mëngjesi kur çohemi, derisa biem them ndark, ne bëjmë politik. Jeta është politik. Dhe ato çfarë ndodhin atëherë që zhvillohej një protestë dhe largoheshin njerëzit e opozitës, Partisë Demokratike, unë vetëm sabotim protestës e quaj, dhe e quaj edhe sot. Dhe fakti, siç e thatë dhe ju, në momenti që demokratët të ndjerë, domethënë përjashtuar, u larguan nga ato protesta e patë që si dështuan ato protesta. Prandaj unë e kam pas bindje dhe e kam që ata që kanë bërë atë gjë nuk kanë dashur sukses në protestës. A ekziston ky rrezik sot? Ekziston ky rrezik sot që demokratët mos ndihen në një farë mënyrë të përfaqësuar dhe të thonë, ç'punë kemi ne me këtë. Dhe këtu pastaj është pjesa jonë që duhet bëjmë. Te këta njerëz, nuk besoj se është shumica, absolutisht jam i bindur dhe është prehur. Shumica e demokratëve duan rrëzimin e këtij regjimi. Po, pavarësisht se po. Edhe unë personalisht do të bëhesha me këdo, se nuk duhet them edhe me një hu, se duket sikur fyej kandidatin, por me këdo që do të dilte përballë Edi Ramës me qëllimin për të rrëzuar Ramën. Dhe këtë e kanë thënë dhe atëherë, dhe për protesta. Po patjetër tani. Shiko, siç kanë votuar shumë gri, siç kanë votuar shumë gri për Partinë Demokratike pa qenë dakord me Partinë Demokratike, tani është anasjellta që do bëhet. Absolutisht, çdo demokrat duhet ta kuptojë që këtu nuk bëhet fjalë për emër partie, as për përfaqësimin direkt apo jo toni, se dëgjoj edhe ca do prit, ore po fitoi ky, po kë do marri ky në dëgjoj se edhe duhet t'i kuptojmë njerëzit, të arrim edhe deri ke interesat tilla të vogla edhe banale në dukje. Puna është po të rrëzojmë regjimin Tiranë, ne kemi dhënë një shenjë shumë të fortë për gjithë Shqipërinë. Është një hap për nesër dhe për mua thash për mua personalisht nuk ka rëndësi fare se kush është ai që den ballë ta bëj këtë punë. Është Florian Binaj apo është Edi Paloka apo është një personazh tjetër i çfarë do lloj fushë. Kështu që unë besoj edhe demokratët shumë shpejt, edhe ata që nuk mund të kenë pasur preferenca të tjera dhe mund mos jenë shumë të kënaqur nga kjo zgjidhje që ju dha pra këtij momenti, do vinë aty tek ne. Detyrimisht vota nuk e diskutoj, që do të votojnë për kandidatin e opozitës, në këtë rast, sepse pavarësisht se është i pavarur, ka dalë i pavarur dhe mbështetet nga ne, ai në një farë mënyrë është kandidati i opozitës, sepse është kundër Ramës. Unë kështu e shoh. Po patjetër. Edhe po të kisha dalë vetë, unë do bëja betejë politike. Unë nuk do të dilja as bëja program për Tiranën asgjë. Absolutisht. Edhe po të isha kandidat për bashkim, unë do i thoja, keni rastin dhe njerë të regoni, do bini dakord me regjimin, do i nështrojni regjimit, do ulni kokën duke parë se ç'bën. Çdo ditë se ç'ndodh në Shqipëri, apo Tirana do japi një shenjë. Po kjo është se edhe mandati është një vit, nuk është se ke ç'bën shumë aty. Kjo është simbolike, do ulësh kokën apo do ngresh kokën. Për mua, thash, po t'isha unë, betejën do ta bëja thjesht politike dhe madje edhe shumë të hapur edhe me njerëzit. Sigurisht Floriani mund të ketë idetë e veta, do ketë edhe këshilltarët e vet që mund të hyjnë në këtë fushë. Unë do ta këshilloja mos hynte fare në këto aspekte, por në fund fare është zgjedhja që do bëja i vet. Pra, betejë për demokratët, kthehemi edhe një herë tek demokratët, është politike dhe kështu duhet ta kuptojnë të gjithë. Nuk bëhet fjalë se ne po mbështesim një se shoh nxjerrin edhe ca pamje të vjetra, jo ky ka dalë me këtë. Orë zotëri, Rama po të fut në parti, në qeverie, në parti, edhe funksionar të lartë Partisë Demokratike, është strategjia e tij. Ne s'mund t'i themi askujt pse dije mund të ketë mbajtur një qendrim apo gjë,
ti tashi duhet të rish larg ne se para 10 vjetësh ti ke mbajtur qendrim tjetër. Jo, e kundërta duhet ndodhë. Ne detyrimisht duhet të afrojmë ata që deri dje i kemi pasur larg. Dhe jo të shohim gjëra të tilla për mua të parëndësishme. Kur bëhet fjalë për njerëz që kanë qenë jashtë Partisë Demokratike. Brenda Partisë Demokratike është tjetër gjë, pastaj edhe unë kur shoh brenda Partisë Demokratike njerëz që ikin e vinë, e lëvizin e bëjnë, mua nuk është mblej na ishi jetë mirë, për personazhe që s'kan pas lidhje me Partinë Demokratike, kanë pas drejtën e tyre në momentit bëjnë edhe zgjedhjet e tyre, politike ose jo, si do e themi, mos hajdeni, rini aty ku jeni, shkoni ke Rama. Jo, sigurisht do e themi hajde ke ne. E qartë. Dhe fakti që pozicionohen tek ne është në favor ton, nuk është kundër nesh. Edhe sikur dikur të kanë qenë krah të këtij apo të atij, të Ramës apo kulijon se kujt, dhe sot janë pozicionin ton, ky është favori jon, që tregon që jemi ne e drejta pra. Ata që kanë qenë dikur me Ramën janë sot në pozicion me ne, edhe sikur të ketë qenë, po marr rastin ekstrem. Kështu që në këtë sy duhet ta shohin gjithë demokratët, është interesi jon, jo thjesht interesi i ngushtë, që do fitojmë një bashki, do kemi kryetar bashkie, ne apo ata, apo kush do e ketë. Është interesi ynë politik dhe i gjithë shqiptarëve. Tirana duhet i tregoj, askush më shumë se Tirana nuk e ka këtë mundësi. E vërtetë është. I tregoj, kujdo se ne jemi kundër, ne reagojmë, ne protestojmë, nuk e pranojmë këtë regjim që është instaluar tashmë në Shqipëri. Kjo është në fakt deviza e këtyre zgjedhjeve. Zoti Paloka, më falenderoj që ishit këto minuta me ne dhe publikun tonë. Faleminderit. Faleminderit për ju.